nuk e qenë asnjëherë ministër dhe nuk e di nëse synon që të jesh ministër. Dhe në qoftë se do të ishe ministër, cila do të ishte ministria jote? Ministria e Bujqësisë do të shkonte shumë për shembull. Patjetër që unë s'kam kërkuar ndonjëherë që jem ministër, as zëvendës kryeministër nuk kam kërkuar ndonjëherë që të jem unë. Fare, absolutisht. Po Edi Rama më ka ofruar që të jem ministër i Bujqësisë në një periudhë që mbase unë isha i papërgatitur për të qenë ministër. E mbi të gjitha për të qenë ministër i Bujqësisë. Bujqësia është përgjegjësisht shumë e madhe. Është sektori më i madh ekonomik që ka vendi, është sektori që merr numrin më të madh të punësuarve. Sa përqind të GDP-s e kemi ne nga bujqësia? Ka rënë pak, ka qenë edhe 20, edhe 21, jemi diku ke 19% GDP-s e jep bujqësia, e japin njerëzit, e japin bujqit, e jep populli i fshatit. Dhe normalisht besoj unë që pesha e përgjegjësisë ndikoi që unë thosha jo në atë moment. Kështu që nuk është se nuk më është ofruar, nuk duhet ja mohoj meritën e Edi Ramës në këtë pikë, po më është ofruar dhe natyrisht e kam refuzuar në një moment që përgjegjësia ishte shumë e madhe se sa vlera e propozimit. Cila është përballja më e fortë që ke patur me kryeministrin Rama? Rama në vetvete duhet të jetë një det shumë ballsh. Po unë përballam çdo ditë, sepse natyrisht unë s'rri dot pa e thënë gjën që nuk shkon. Edhe gjën që patjetër bën dëm. I bën dëm qeverisë, po i bën dëm gjithës. I bën dëm edhe njerëzve. Kështu që është një përballje e vijueshme, e vazhdueshme, dhe unë jam falënderues që më lejon këtë gjë që ta bëj. T'ja them gjërat siç unë i mendoj. Cili është vlerësimi që ke për leadershipin e tij? Është fitues, Rama. Është fitues edhe ka bërë edhe Partinë Socialiste fituese. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.